Universiteti Luiz Gurakuqi ka hapur dyert në nisjen e sezonit të ri akademik, ashtu si në gjithë Shqipërinë. Ceremonia u zgjodh të zhvillojë në Fakultetin Ekonomik. Rektori Adem Bekteshi uroi studentët. Ftoi edhe studentët e tjerë, nxënësit e tjerë që kanë aplikuar, por emri i tyre akoma nuk është shpallur si fitues, të jenë në gatishmëri të updatimit të listave, sepse procesi i regjistrimit vazhdon deri me 27 tetor. Duke ju uruar gjithëve ju që jeni në sallë, po edhe gjithë studentëve tjerë, suksese në vitin shkollor. Dekania Fakultetit Ekonomik Blerta Dragusha u shpreh se mundësitë në Universitetin e Shkodrës për studentët janë të mëdha. Vazhdimisht punojmë edhe për krijimin dhe hapjen e masterave të ri profesional dhe shkencor, gjithnjë në përputhje me kërkesat e kohës. Fakulteti Ekonomik ka një tërësi projektesh, marrëdhënies ndërkombëtare me universitete perëndimore në Europë dhe në Amerikë, pjesë të cilëve patjetër në të ardhmen do të jeni edhe ju. Sonja Malej, vajza nga Lezhë që mori pikët maksimale, tregoi historinë e saj për të bindur se gjithmonë mund t'ia dalësh. Kam mbaruar shkollën e mesme në shkollën Rogacionistët në vitin 2014, e kësaj kam bërë 2 vjet shkputje nga shkolla. Prandaj, ishte i pabesueshëm dhe aq i gëzueshëm fakti që edhe pas 2 vjetësh unë ja dola të fitoj degën që doja. Falenderoj familjen time për mbështetjen e tyre të pakushtëzuar, si dhe vajzën time të vogël, e cila është arsyeja më e madhe dhe shtysa më e madhe për çdo vendim që kam marrë. Se përderisa sot unë jam këtu para jush, asnjë vështirësi nuk është mjaftueshëm e madhe sa t'ju pengoj të realizoni ëndrat tuaja. Këtë vit Universiteti Luiz Gurakuqi vjen me një kast tjetër drejtuesish, duke patur objektiva për zhvillimin e mëtejshëm.